Festivali Mbar Kombëtar i Këngës për Fëmijë ka startuar edicionin e 63 me një mbrëmje plot emocione dhe energji në sheshin Parateatrit Migjeni në Shkodër. Nata e parë e këtij festivali u transmetua drejt për drejt për shikuesit në rrjetin e radio-televizionit shqiptar. Në këtë mbrëmje u interpretuan 14 këngë të reja, 9 në kategorinë junior dhe 5 në kategorinë të veçlit, duke sjellë në skenë zërat e brezit të ri të muzikës shqiptare. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevet e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat për te Shqipërisë. Përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme. Ishte e mrekullueshme, ishte përgjegjësi e madhe me thënë drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skenë, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Një moment i veçantë ishte ngjitja në skenë e këngëtares së re Nikol Çabeli, fituese e edicionit të 61 të këtij festivali dhe përfaqësuese së fundmi e Shqipërisë në Junior Eurovision. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një herit dhe do ta provoj eksperiencën time dhe është domethënë jam shumë e lumtur. Kushdo të fitoj, do jetë eksperienca më e bukur e jetës. Në natën e dytë të edicionit të 63 të Festivalit Mbar Kombëtar të Këngës për Fëmijë në Shkodër, do të prezantohen edhe 15 këngë të tjera në garë.